ministror, pra është pengi i Ramës dhe nuk është kapur për lidhjet e tij me PSD-n, me inceneratorët apo qoftë edhe me shpenzimet të pajustifikuara e pronat nga ana e tij. Si më thënë, kur dëgjon këtë lloj narrative në studio televizive, cila është ndjesia e parë që të vjen? Ndjesia e parë që të vjen është kombinimi të dyave. Ne të paktën që dim realitetin dhe që shohim brenda dhe që prekim çdo muaj se si punojnë, se si funksionon gjëja e Bashkisë Tiranës. Po njëkohësisht dhe për hir të vërtetës ka një pjesë stafe të Bashkisë Tiranës të cilët janë stafe korrekte, nga të cilat neve fatmirësisht marrim shumë informacione. Marrim informacione, vetë konkretisht marrim shumë informacione. Informacione që vijnë nga stafet e brendshme, të cilat na japin një ndihmë shumë të madhe, teje të madhe, mbi gjërat që po ndodhin. Për të kuptuar mekanizmin. Sepse transparencë publike nuk ka. Më thoni mua, ju futeni në website-in e Bashkisë Tiranës apo ku është lista e prokurimeve. Ore nuk kemi sot, ne nuk kemi listë organigramës së re të Bashkisë Tiranës, si funksionon. Kemi një kryetare e cila ka dyshuar gjithë strukturën e Bashkisë Tiranës. Ne nuk dimë sot se kush janë drejtuesit e ndërmarrjeve të Tiranës. Ne nuk dimë sot kush janë drejtorët e përgjithshëm në Bashkinë e Tiranës. Njëkohësisht do të ishte publike dhe madje të skanoshë çdo emër prej tyre, nëse ishte ide për ato pozicione, por flasim për kryeqytetin e Shqipërisë. Edhe për një komunë të lodhur të fundit fare të Shqipërisë duhet bëj ky diskursi. Po transparenca është nivelet 0. Dhe fatmirësisht ka ende stafe brenda Bashkisë Tiranës, dhe sidomos edhe fakti që gjatë këtyre 2 viteve të fundit ka pasur edhe arrestime, pra dëshkime. Kjo i ka dhënë kuraj edhe një pjesë prej tyre, të cilët të ngrej kokën, nga të strugur përpara që kanë qenë të ngrej kokën, dhe të na informojnë në formate nga më të ndryshme, me email, me mesazhe, me telefonata konfidenciale gjithmonë. Ose duke edhe treguar gojarisht, konfidenciale gjithmonë. Se për të kuptuar realisht atë që ndodh aty. Edhe ajo, patjetër që po në mënyrë konfidenciale, në mënyrë që neve të informohemi. Dhe bas aty ne kemi marrë dhe shumë iniciativa ndryshme, të cilat thjesht përzi kanë ngelur në letër. Shikoj nderuar, neve jemi të zgjedhur në Këshillin Bashkiak, por nuk kemi fuqinë e mazhorancës. Ne jemi një minorancë në Këshillin Bashkiak. Mazhoranca, duke qenë se ka 60% të kartonave në Këshillin Bashkiak, ka 3/5 e saj, ka 3/5 e Këshillit, përdor dhunshëm këto kartona për të mbyllur çdo lloj hapësire tonën për kërkesë për transparencë dhe për marrje për informacion. Por kjo nuk na ka ndaluar. Kjo thjesht neve na ka vonuar në kohë për kryerjen e detyrës tonë, na ka munduar çik më tepër se ç'duhet, për kryerjen e detyrës tonë, po transparencën në fund fare për çështje të ndryshme kemi bërë. Dhe fatmirësisht deri sot ndodh se kemi pasur shumë njerëz që na thoshin ju 200 veta blidheni para Bashkisë, mbani mend. Ata 200 veta para Bashkisë 44 herë e ka dhënë një rezultat sot. Erjo Velia nuk është më kryetar i Bashkisë Tiranës. Është një gjë e rëndësishme për të qytet, por edhe për të vend. Zgjedhjet e fundit të votën, zgjedhjet e 11 majit.